Në muajin e lindjes së Gjergj Fishtës, Bashkia e Lezhës së bashku me të gjithë banorët dhe bujtinat e fshatit kanë hapur dyert për të mikritur të gjithë me shprehjen mirë se ju ka pru Zoti. Shtegu i poezisë fishtiane është një udhëtim magjik përmes fjalës së Gjergj Fishtës, ku i gjithë fshati Fisht hap dyert e shtëpive dhe bujtinave për të pritur miq, vizitorë dhe të apasionuarit pas poezisë dhe gastronomisë tradicionale. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka shpërndar video mesazhin e banorëve të fshatit Fisht, nga ku muaji i lindjes së Gjergj Fishtës kthehet në një udhëtim poetik mes traditës, vargjeve dhe mikpritjes shqiptare. Shtegu fillon pranë shtëpisë ku ka banuar Gjergj Fishta, tek memoriali bujtina, ferma, restorante apo edhe shtëpitë fishtiane. Gjatë këtij itinerari mund të lexosh me qindra vargje të Homerit shqiptar, gjatë gjithë shtegu që shoqëron mikpritjen e banorëve dhe bujtinave, duke ofruar prodhime tradicionale. Vendase dhe ky udhëtim poetik e shpirtëror vijon përgjatë bukurive të fshatit. Poeti, shkrimtari, përkthyesi dhe publicisti Gjergj Fishta është një nga vëzhguesit autentik dhe të drejtë për drejtë të lirlindjes kombëtare, shprehësi idealeve adetare dhe demokratike në kushtet e krijuara në shekullin e 20 dhe kjo shprehet në mënyrë të dukshme dhe në mënyrë të pasqyrimit të jetës në krijimtarinë e tij, si një vazhdim i natyrshëm i teknikës letrare të rilindjes, ku mbizotron romantizmi, realizmi dhe klasicizmi. Shkrimtari i madh që u la shqiptarëve veprën madhështore, Lahuta e Malësisë, lindi në 23 tetor të vitit 1871 në fshatin Fisht të Zadrimës. Gjergj Fishta ishte i pari shkrimtar shqiptar i propozuar për çmimin Nobel, prozator, poet dhe përkryes, militant i letërsisë shqipe, cilësuar nga Lazgush Poradeci dhe poet kombëtar i shqiptarëve nga Ekrem Çabej. Ndërthurjet e ndryshme të mitologjisë me realitetin, ashpërsia e stilit, mendimi i fuqishëm filozofik, dramaciteti i veprës kanë bërë që Fishta të krahasohet në atë lëm me Goethen e Danten.